as pak dyshim se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejtë udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon, ta lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Fjalët më të mira të vërteta janë të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe udhëzimi më i mirë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija dhe të sherrit janë risit dhe bidatet, ato që në humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, s'ka dyshim si cili këtë ditë të madhe, ditë madhështore dhe të bekuar, vjen në xhami për me arrit sevapet e mëdha të kësaj dite, të cilën Allahu Gjelleshanu e ka dalluar, e ka veçuar nga ditë të tjera, dhe Muhamedi alayhi salatu vesselam e ka llogaritur këtë ditë dhe e ka emërtuar që zotriu i ditëve të javës, dita më e mirë, dita e xumë. Pra duhet ta dinë secili musliman që kur vjen në hutben ta ndëgjon, nuk duhet të mirret me hendi, shkruan brenda hutbes për arsye se të gjitha sevapet e atija i hiqen. Prandaj një gjë e tillë është ndaluar rreptësisht, dhe është haram kur vjen ditën e xumë dhe fillon hutbja me nxjerr hendin apo me shkruaj diçka ose me ju përgjigj dikujt. Për arsye dëshirojmë gjithë kur të dalim prej këtu me namazin e pranuar dhe me arritjen e atyre sevapeve që i ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur në Islam, ne do të vazhdojmë me thirrjen e ditë të surës El-Hujurat. Thirrja e ditë e surës El-Hujurat është përsëri një thirrje e madhe. Allahu thot: "Ja eyyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." O ju të cilët keni besuar drejt, ashtu siç dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala, mos e ngreni zërin tuaj më lart se sa zëri i të dërguarit të Allahut. Për arsye se nëse veproni kështu, veprat e juaja do të asgjësohen, do të bëhen zero, edhe pse ju një gjë të tillë fare ndoshta nuk e hetoni. Allahu Gjelleshanu vëllezër i edukoi elitën më të mirë, njerëzimin apo njerëzit që jetuan në shekullin më të bereqetshëm. Allahu Gjelleshanuhu i edukoi dhe tha, pasi që në fillim i tha mos dilni para fjalës Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, pastaj çka tha? Mos e ngritni zërin më shumë se sa zëri i kujt? I të dërguarit të Allahut. Ndoshta veprat e juaja asgjësohen, bëhen zero dhe ju fare nuk e ndini një gjë të tillë. E dim që arapët në fillim e kishin si zakon, e sidomos ato beduinët të shkretirës, kur vinin dhe bërtitnin e çonin zërin e tyre. Vishin te pejgamberi alayhis salam dhe bërtitshin, dikush ja Resul Allah, bërtitet dikush ja Muhammed. E kështu me radhë e Allahu Gjelleshanuhu edhe këto ju atë tërhoq vërejtjen. Shiqoni vëllezër, a din çka kuptojmë me këtë? Na bëhet e qartë se kjo fe ka përfunduar dhe është kompletuar dhe është përsosur akoma duke qenë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A e shikoni Allahu Gjelleshanu a tërhek vërejtjen muslimanëve që edhe zërin mëse qenë më shumë, më lartë se zëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. En tahbata a'malukum, përse? Për arsye se veprat e juaja anullohen, cilët sevapet që i ke fetu shumë ke dhënë mund, shumë je lodh, je raskapit, vetëm e qove zërin më lartë se sa zëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ato sevape çka bohen 0-0. Wa antum la tash'urun, dhe ju një gjë të tillë ndoshta fare nuk e hetoni. Duhet ta dim vëllezër, edhe në jetën e përditshme, ngritja e zërit pa nevojë dhe në rastet jo të duhura është me të vërtetë një sjellje e ulur, sjellje e keqe, një karakter i shumtuar, derisa prej këshillave Luqmani el Hakim, ai urtëri që e këshilloi djalin e tij, çka i tha? Waghdud min sautik. Dhe ule zorin, kur të flasish me njerëzit, ule zorin, mos bërtit. Pse inna ankara al aswati la sautul hamir. Luqmani çka i tha djalit?
ki kujdes kur të flasish. Mos e ngre zërin shumë lart, se zëri më i keq, zëri më i urrejtur, zëri kujt është? Zëri i gomarit. E ndëgjon të ndonjë bilbil duke këndu, thua subhanallahu, inshallah nuk ndalet. A gomari sun e duron. Çdo herë kur ai thret ti, po të lodhën zëri i tij. E kështu është një lloj zëri atij që e çon zërin lart pa nevojë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëllezër e dinin se prej edukatës, prej ndedhit, prej lartësimit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është çka? Është edhe kush edhe ulja e zërit. Ndodhi diçka në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë vëllezër nuk hapën tefsir prej tefsirave, koment prej komenteve, sa i përket këtij ajeti, vetëm aty do ta gjesh tregimin të cilin e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, tregon një çudi shumë të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas edhe sahabët disa i ka pas të veçantë, i ka dalluar me diçka. Çka tha për Hamzën? Tha është zotriu i shahidave, është luani Allahut subhanahu wa ta'ala, Khalidi shpata e Zotit e kështu me radhë. Por pejgamberi alayhis salam ka pas edhe të veçantë, një prej atyre e ka pas Hasan ibn Thabit, ai ka qenë poet. Kur kanë ardhur dikush prej arabëve të krenohet se sa din ai poezi, sa i fortë është, Muhamedi alayhis salam ka thonë, "Shikjo, kemi edhe ne në mesin tonë", edhe pse Muhamedi alayhis salam është krijetari i atyre. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam, mucizën e tij e ka pas Kur'anin, ka thonë edhe ne kemi Hasan ibn Thabit, edhe ai është poet. Ki ka qenë thonë poeti Muhamedit alayhis salam. Por pejgamberi alayhis salam ndër sahabeve tjerë ka pas edhe një Thabit ibn Qais ibn Shammas. Këtë e ka quajt khatibin Muhamedit alayhis salam, ligjëruesi. Arabët e kanë pas si zakon, ka ardhur dikush edhe ka mbajt një ligjërat. E Muhamedi alayhis salam ka thonë ngadale, dëgjote ligjëratën e shokut ton, Thabit ibn Qais. Por ki Thabit ibn Qais te xhamia pejgamberit alayhis salam, jo që ai ka tregu ders Muhamedi e ka ndëgju alayhis salam, por ka pas qef disa herë ta ndëgjon edhe ka thonë hajo Thabit na trego diçka. E ki ka dal edhe ka mbajt një fjalim. Por e ka pas zërin shumë të lartë. Kur zbriti vëllezër ki ajet, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. O ju besim drejt, mos e çoni zërin më shumë se sa zëri Muhamedit alayhis salam. Dhe kur të flitni me ta, kur të drejtoheni atij, mos e mbani të njëjtin ton si kur flitni me njëri tjetrin. Për arsye se veprat e juaja do t'ju anullohen dhe ju nuk e hetoni. U mbill ki sahabit e shtëpia atij vëllezër dhe nuk dul jashtë. Si kish emrin Thabit ibn Qais, nuk doli jashtë. Derisa Muhamedi alayhis salam një ditë prej ditëve ju kujtu, tha ku është Thabiti? I tha Saad ibn Muadhit, i cili e kishte kojshi. I tha ja Saad, ma balu Thabit ibn Qais, ashtaka, çka është puna e Thabit ibn Qaisit? Mos është i smun. Saad ibn Muadhi tha ja Rasul Allah, ma alimtu lahu bishakwa, huwa jari, o i dërguari Allahut, nuk di që ajo është i smun, është këshiu jem, ti ishte i sëmur, do ta disha unë. E Muhamedi alayhis salam e dërgoi Saadin dhe shkoi Saadi te Thabit ibn Qais. Trokitit e dera ati, Saadi u përgjigj sa dil jashtë, mos mga tha se në gjendjen çka jam unë, hini Saad ibn Muadhi te shtëpia ati mrenda dhe tha çka është me ti? Tha o Saad, a e din se çka ka zbritur o vëlla? A e din se çfarë ajeti ka zbrit prej Kuranit? Tha Saadi, cili? Allahu mu ka drejtu mu dhe më ka thonë, mos e ngrini zonin më lart se zëri pejgamberit alayhis salam, dhe unë jam ai i cili më shumë se ju të gjithë e ngre zonin më shumë se sa zëri Muhamedit alayhis salam kur ka mbajt ligjërat dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë prezent. Wa ana min ahli an-nar, edhe unë jam më prej banorëve të xhenemit. Allahum ka qërthu, Allahum ka dënu me këtë thirrje, për mua e ka pas qëllimin. Erdh pejgamberi, erdh Saad ibn Muadhi te Muhamedi alayhis salam dhe i tha, ja Rasul Allah, kështu po thot Thabiti, e ngre zonin më lart dhe ajeti ka zbrit për atë dhe ai është prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Muhamedi alayhis salatu wassalam i tha, idhhab fa qul li Thabit innahu min ahli al-janna. Shko thot tregoj Thabitit se ai është prej banorëve të xhenetit. Erdh i gëzut te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e Muhamedi alayhis salam tha, ala tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan. A nuk dëshiron që ti të jetojsh me nder,
të jetojsh krenar dhe të vdesish në rrugë të Allahut subhanahu wa taala, ki I tha bela ja Rasul Allah, po tha si jo I dërguar ja Allahut, dëshiroj. Muhamedi alayhis salam tha anta min ahli al-janna, ti je prej banorëve të xhenetit. Ki I tha walakinni la arfa sauti fawqa sautika ba'da al-yawm ya Rasul Allah. Megjithatë edhe pse më ka përgëzuar Allahu me xhenet, unë kur mo zërin tim nuk e ngrej më shumë se sa zëri I oj dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe me të vërtet vëllezër, Muhamedi alayhis salam çka I tha dhe a nuk dëshiron të jetosh me nder dhe të vdesish shahid dëshmor. Luftën kur muslimanët kundra renegatëve, kundra Musejlemes Kedhab që luftun, u vran shumë prej shokëve dhe tabiinëve, një prej atyre ra shahid Thabit ibn Qais. Shitoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, nuk flet ai sallallahu alaihi wasallam sipas hamendjes së tij. Dhe tash e kuptuam me argumente prej Kuranit dhe hadithe që nuk lejohet me uqu zëri prezencën e Muhamedit alayhis salam, por duke qenë ai gjallë. Pasi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gjë e tillë a lejohet me përjashtim të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk lejohet. E ka nxjerr Imam Buhariu në sahihun e tij nga Saib ibn Yazid radiallahu ta'ala anhu thot, isha të xhamia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fa idha hasabani rajul, kur tha dikush më gjujti me një gur të vogël, kur e ktheva kokën tha Omeri, tha idhhab ila hadhaini rajulaini fa'ti bihima ilayya, tha Omeri shko të di persona të bjermi të komu, të di thirrje të vjen. Omeri ishte halife pasi që kishte vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur edhe të ditë Omeri tha min ayyi baladin antuma, ju prej kuj vendi jeni? Qala nahnu min ahli Taif, ne jena prej Taifit. Taifi prej Mekës larg, prej Medinës shumë. E Omeri radiallahu ta'ala tha amma law annakuma kuntuma min ahli hadha albalad la awja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tha pasha Allahin të kishit qenë prej Medinës, jeni prej Taifit, ndoshta s'ju ka ardhur lajmi, por sikur të kishit qenë prej Medinës, kisha me ju rreh me shkopin tim, kisha me ju rreh e me ju rreh sa që t'ju dhimbte trupi shumë gat. E qoni zonin lartë të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër, dhe një tregim tjetër ka ndodhur kohën e kur e Imam Malikut, imamit të Medinës, faqihut dhe muhaddithit të Medinës. A e dini me cilën ka ndodhur? Me khalifen e muslimanëve, Ebu Ja'far al-Mansur, I cili ka qenë shumë I rep. Me një debat Ebu Ja'far al-Mansur dhe Imam Maliku të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke e dit Ebu Ja'far al-Mansur se Imam Maliku është kundra që ai të jetë khalife. Do me thonë mendimin ashtu e ka pas, por nuk është që u kundra ti demonstron, e ka pas për arsye se ju ndryshut shumë prej sunetit, prej traditës pejgamberit alayhis salam me kështu me radhë, e morët hukmin me dhunë e gjëja tjera, ki e ka ditë mendimin e Imam Malikut dhe hin me ton debat. Dhe nxehet krijetari I muslimanëve, Ebu Ja'far al-Mansur, atëri Imam dhe çon zonin lart dhe Imam Maliku thot: "Ya Emir al-Mu'minin, la tarfa sautak anta fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa hurmatuhu sallallahu alaihi wasallam mayyitan ka hurmatihi hayyan." فنزل أبو جعفر عند نصح إمام مالك رضي الله تعالى عنه. I tha mëse që zonin lartë, o krijetari muslimanëve të gjindes të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e që zonin lartë për arsye se nderi, shenjtëria e depi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është ai vdekur, është një lloj sikur se me qenë ai gjallë në mesin ton. Po vëllezër, shenjtëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nderi I tij, pozita e tij, edhe pse është I vdekur, është e njëjtë sikur se me qenë I gjallë ai sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ngritja e zërit lart te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej mëkateve të mëdha, po ashtu edhe ngritja e zërit pa nevojë edhe në xhamia të tjera është një gjë e urrëtur dhe nuk është cilësi e besimtarit dhe as pak e dikujt prej antarëve të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me ka që përfundojmë khutbën e parë, e qulu qouli hadha wa astaghfirullah.